E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, gjithashtu dhe në TikTokun tim, në për të gjitha platformat tona në fakt digjitale, mund të na ndiqni edhe në Facebook, në faqet e mia zyrtare, për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit që në fakt kanë ngritur pikpyetje apo ngjarje që publiku i merr sikur produksionet e këtyre reality show po luajnë me to. Një mesazh është publikuar në rrjetet sociale, mesazhin të cilin unë do t'ju a tregoj ju. Një mesazh që është adresuar në WhatsAppin e Benitës, tani do me thënë është një lajm i postuar nga të gjitha portalet serioze, që nuk kupton do me thënë është e vërtet. Një mesazh që është adresuar nga Olsa Muhameti si producente ekzekutive e Big Brother VIP Kosovës kundër drejt Benitës. Për ta lutur atë në një farë mënyre që ajo të mos publikoj mesazhe kundër drejt produksionit, por thjesht do me thënë ti thot publikut që Instagrami im është hakuar dhe e gjitha kjo ka qenë do me thënë një keq kuptim për ju. Por Benita i thot që deri në orën 23 do duhet më japësh atë që ti mua më ke premtuar. Siç duket ndoshta janë para që u janë premtuar banorëve para se do të futen brenda në shtëpinë e Big Brotherit edhe me të drejtë sepse i morën, i shtrydhën, i nxorën si të duan edhe më në fund do me thënë i përjashtuan sepse ajo ndikoi dhe në imazhin e tyre. Tani do me thënë ka gjëra që Benitës ndoshta nuk i pëlqejnë, prandaj do me thënë në Big Brother për të futur duhet të mendohesh mirë. Po e njëjta gjë ndodhen edhe me Labinot Rexhën. Labinot Rexha, ditë më parë ju e dini shumë bukur që erdhi me bomba bombastike kundër drejt produksionit, duke publikuar disa video ku nuk ishin me pamje, por ishin vetëm me audio, ku dëgjoheshte pas asaj fotografie zëri Olsa Muhameti teksa po fliste me banorët në dhomën e rrëfimit duke bërë padrejtësi në fakt kundër drejt banorëve të tjerë. Do të thënë, duke i menaxhuar banorët sipas interesit të tyre. Tani që ato video janë të vërteta, kjo gjë nuk diskutohet, ëh, do me thënë, nuk mund të themi që janë të gjeneruara me AI, nuk mund të themi që janë të shpikura, më falni, por realisht ishin të shpifura, nuk mund të themi që është e rejshme, ato janë fakte të vërteta, por çfarë ndodhi me Labinotin, i cili do me thënë nisi me një vrull të madh të publikon video, të publikon foto, të kërcënon qoftë edhe opinionistet, në këtë rast të Leonora Jakupin që e kërcënoi që nuk mundeshte të udhton në Zvicër, do me thënë do t'i ndalonte hyrjen atje sepse Leonora Jakupi nuk posedonte vizën. Çfarë ndodhi me Labinotin i cili heshti për një kohë të menjëhershme dhe nuk poston më asnjë gjë. Pyetja më e madhe që bëhet është kjo. Labi ka fshirë çdo gjë nga Instagrami. Tani unë e di shumë bukur që në momentin kur këto, do me thënë, nënshkruajnë një kontratë, më pas këto kanë edhe ndjekje penale në qoftë se e thyejnë atë kontratën. Dhe Big Brother është një reality show që me patjetër që ka të gjitha mundësitë e veta të mundshme që nga advokatët, ligjet e ndryshme për të ndjekur një lëndë në mënyrën penale. Kështu që siç duket, në këtë rast Olsa Muhameti nuk është se ka qenë aq i pambrojtur, do me thënë nga aspekti ligjor, sepse për të prishur videot, apo për të fshirë, më falni, videot nga një rrjet social Instagram, do të thënë duhet kalosh një lloj kërcënimi dhe siç duket Labinot Rexha këtë kërcënimin e ka kaluar dhe i ka hequr të gjitha videot nga Instagrami i tij. Ai nuk ka publikuar më as foto, as story, do me thënë nga mbrëmjet ku ai shkonte. Tani Labi nuk është që nuk do të ishte aktiv në rrjetet sociale. Unë urroj që të mos ketë arritur puna në personale, se mund edhe mos e thënë të Zoti mund ta kenë kindapuar apo diçka e tillë për t'ju akmerrur jetës, nuk i dihet. Do thënë jetojmë në një jetë shumë të egër dhe uroj me zemër që të kenë arritur një lloj marrëveshje të dy palët, se në fund të ditës ishte thjesht një lojë, me patjetër që një do të fiton prej aty, ka njerëz të cilët nuk u pëlqen ai fitues, ka njerëz të cilët u pëlqen, nuk jemi të gjithë një mendje, por unë mendoj që këto banorë brenda asaj shtëpie nuk është se dolën të pafituar, rëndësi ka fama që morën,
klikimet që morën, domethënë është një mundësi më e thjeshtë për të arritur aty ti ku do, ëh, sepse nuk është vetëm çmimi i madh apo nata e finales, hapja e atyre dyerve. Dua të marr mendimin tuaj për këtë situata që po ndodhi në Big Brother VIP Kosova.